Skandal në NASA, ish oficeria akuzon në mënyrë të re me bashkëshorten astronaute. Një ish oficer e inteligjencës të forcave ajrore po përballet me një dënim të rënd pasi ka raportuar në mënyrë të re me gruan e saj astronaute, duke pretenduar se ajo kishte hyrë në llogarinë e saj bankare gjatë një misioni të stacionit ndërkombëtar hapësinor. Summer Warden u deklarua fajtore për kallëzim të rem të krimit të kryer sipas saj në hapësirë dhe tani përballet me deri në 5 vite burg dhe me një gjop prej 216.000 eurosh. Warden kishte kallëzuar gruan e saj të atërshme Anna McClain, e cila është një nga astronautet më të mira të NASA-s. 51 vjeçaria kishte pretenduar se McClain kishte hyrë në llogarinë e saj bankare ndërsa ajo ishte në bordin e stacionit ndërkombëtar hapësinor, sipas New York Post. Konkretisht ajo pretendoi se ish gruaja e saj kishte hamendësuar fjalë kalimi dhe kishte hyrë në mënyrë të paligjshme në llogarinë janar në vitin 2019, ndërsa ajo ishte në një mision 6 mujor në stacionin ndërkombëtar hapësinor. Ankesa e rreme u hetua si nga Komisioni Federal i Tregtisë ashtu edhe nga Inspektori i Përgjithshëm i NASA sipas New York Times. Warden hapi llogari bankare në vitin 2018 dhe si ajo edhe bashkëshortja e saj kishin qasje në të deri në janar 2019. Kur Warden ndryshoi informacionin në llogari sipas autoriteteve, hetimi zbuloi se Warden i kishte dhënë McClain qasje në llogaritë e saj bankare që të paktën nga viti 2015 duke përfshirë informacionin e hyrjes sipas prokurorëve, që nga koha kur u shfaqën akuzat për herë të parë, McClain pretendoi se kishte qasje në llogarinë e Warden për të menaxhuar financat e përbashkëta të çiftit. Çifti ishte në mes të një betejë për kujdestarinë e fëmijës kur Warden akuzoi McClain. Divorci i tyre u finalizua në janar 2020. McClain u kthye në stacionin ndërkombëtar hapësinor në mars 2025 si komandante e misionit SpaceX Crew 10 të NASA-s. Ajo u zgjodh si astronaute nga NASA në vitin 2013. Dënimi i Warden do të shpallet në 12 shkurt 2026.